I shohim vdekjet e shumta, shohim vdekjet që ishin dje, shohim vdekjet që ishin pardje, shohim varimet e shumta. Sa prej njerëzve, sa prej neve marrin mësim, marrin mësim. Sa prej neve vetëdisohemi, sa prej neve përmirësohemi, sa prej neve pendohemi të Allahu Azza wa Jall. E vdekja do të vije, do të na gjejnë në atë jetë që jemi, do të na gjejnë në atë gjendje që jemi. Si do të vdesim, si do t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut, ai i cili jeton me Islam, ai i cili jeton me namaz, ai i cili jeton me la ilaha illa Allah, ai i cili jeton me Kur'an, ai i cili jeton me punë të mira, ai ashtu do t'ja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. E ai i cili jeton pa namaz, pa abdes, pa gusl, pa ibadet, me harame të mdhaja, rreziku është i madh që në atë mënyrë t'ja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall.